Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu sallam wa baraka al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimet të nësi takojnë me Allah subhana, ata e losët ati përgjërom që të lavdëroj dhe të vërgoj dërgumin e ti, Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjellë. Në Islam, morali, sjellja e mirë, virtytshmëria, etika, zakonet e mira, kështu me radhë, janë vlera për cilat në qatë shumë jemi të fiksuar ose qatë shumë jemi të interesuar për mi pas, sa që dhe lutemi për to. Në kuptimin që shembull njerëzit kur ne flasim që lutni Allahut ose parashtroni Allahut kërkesa dhe lutje, zakonisht e mendojmë ju parashtru Allahut kërkesa që i kanë për jetën, për dëshirat e kështu me radhë. Pjesë të lutjeve duhet me pas edhe lutjen Allahu më na dhon moral, Allahu më na dhon sjellje, Allahu më na ndreq moralin, karakterin, sjelljen, më na gëdhend virtytshmërinë tonë, domethënë në jetë. Për këtë arsye për shembull dëgjojmë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikur se shënojmë muslimi për Aliut, për lutjeve që ka pas u kon pikërisht një lutje kësaj, ku ju ka lutur Allah subhanahu wa taala wahdini li ahsanil akhlaq. O Zot, më udhëzo mua për tek moralet më të mira. Ma mëson shpirti më i dashur sjelljet e mira. Zemra më i dashur, domethënë karakteret e mira. Thot la yahdi li ahsaniha illa ant. Dhe nuk udhëzon askush për tek moralet më të mira veçse ti. Pastaj thot wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Dhe largomi për meje, do të thotë cilësitë e këqija, moralet e këqija, ose nuk i largon ato askush për meje përveç se ti. Kështu që fillimisht është shumë e rëndësishme me kuptuar këtë pjesë. Pjesën që është qëllimi i madh me pasën sjellje të mira, me pasën virtytshmëri. Nëse do një virtyt, për virtytet që kemi mësuar deri tash, na ka si e vështirë ose na kemi menduar që e mirë, po unë nuk e kam, ose nuk jam edukuar për me pas, atëherë me përveç informimit, përveç marrjes së haditheve, ajeteve kështu me radhë dhe shembujve, me pas pjesë edhe domethënë lutjen. Sot me lenin Allah subhanahu wa taala i kena dy morale që janë më të larta, po janë shumë të rralla te njeriu. S'ka, domethënë kjo është kulmi i të qenit njeri i sjellshëm. Kjo është kulmi i të qenit njeri i virtytshëm. Kjo kulmi i të qenit njeri i arrirë në çështjen e moralit të sjelljes së karakterit, ama janë shumë të rralla. Është maturia edhe vetëpërmbajtja. Maturia edhe vetëpërmbajtja. Ç'e kuptoni maturinë? A keni njëri për jush që kishtë më dhonë që kuptoni? Hajde më? Menon 2 herë për shembull para se me fol. Okej, menon 2 herë para se me fol. Është formë për formave të shpërfaqjes së maturisë. Tjetër? Po Jusuf? Nëse shërna i sen që s'pëlqen nuk shpërthen. Nuk shpërthen, nuk ngutësh, domethënë mos ngutije. Bravo. Po Hamza? Që thonë edhe për shembull lëshon, edhe nëse me debati kanë veç. Tolerant. Domethënë njëri që lëshon shrampe. Okej. Atëherë po e morëm pyetjen, e cila është e vetmja në këtë ligjërat. Për arsye se kjo pyetje me një farë forme na e thjeshton ligjëratën dhe pastaj lëshojmë inshallah në shpjegim, po kisha pas dëshirë të angoni me vëmendje përgjigjen, se kisha pas dëshirë tutje me kuptu ligjëratën mbas të kësaj përmbajtje. Thotë, çka është virtyti i maturizë dhe i vetëpërmbajtjes? Ç'e kisha përkufizuar? Ose a kisha mujt me pak fjalë me kazu shkëve. Përgjigjja thotë kështu. Thotë, me virtytin e maturisë dhe vetëpërmbajtjes është për qëllim vetia e të qenit i kujdesshëm, jo i ngotshëm dhe i pjekur. Çka i bën njeri matur? I kujdesshëm, jo i ngotshëm dhe i pjekur. Domethënë, i kujdesshëm çka thotë, çka vepron apo i kujdesshëm çysh merr vendim, i kujdesshëm apo jo i ngotshëm, pa më parasysh për çka bëhet fjalë, a bëhet fjalë për mahkmer ndaj dikujt, a bëhet fjalë për me shpërthyer ndaj dikujt, a bëhet fjalë për me dhënë një fjalë ose mos me dhënë një fjalë, nuk është domethënë i ngotshëm. Edhe treta është i pjekur, domethënë vendimet e tija i ka të pjekura. Nuk i ka vendimet më të çastit atë momentit edhe vendimet domethënë të dosita. Thotë, me virtytin e maturizës dhe vetëpërmbajtjes është për qëllim vetia të qenit i kujdesshëm, jo i ngotshëm dhe i pjekur, që mendon mirë para se të bëjë një veprim ose para se të thotë diçka. Domethënë mendon mirë, domethënë e përtyp mirë, e përpunon mirë një veprim ose një fjalë. E sidomos në situata hidhrimi, paqartësie dhe vendimarrje. Domethënë ku vrehet më shumë ti që ai i matur asje? E para, në hidhnim. Domethënë ka ndonjë një situatë i hidhur, tu ka shkel një drejt ose nuk ka kuptuar dikush diçka ose apo ka ndodhur një keq kuptim, edhe ti e hidhur. Në çiket rast e ke sprovë më të madhe me kazu sa ai i matur. E dyta është në situata paqartësie. Dikush e bën një veprim ose një diçka që nuk është shumë e qartë që e pa qëllimin e keq ose dashni me të bëhet keq. Është e paqartë ose gjendesh në një rrethon ndoshta që ti mendon se diçka po të rrezikohet ose ku diçka. Ki situatë paqartësie nuk gutesh, je i matur. Derisa të vërtetohesh çysh është kjo punë. A ke diçka kundër meje apo nuk ke? Edhe e treta në situata të vendimarrjes, për shembull,
për shembull, ju tash alhamdulillah kemi shkollën fillore, mënyra se si e vendos ku kemi shkuar në shkollë të mesme, mos më kanë e gutshme, më kanë me pjekuri, më kanë vendimarrja tamam me maturi, me më të mirë, me më të kadal, apo mi pa anë pozitive, anë negative kjo shkollë, ose nesër kur shkojnë në shkollë të mesme për shembull, nuk bën shok i ngushtë në javën e parë me dikant, se s'është kjo maturi. Apo kemi lënë kohë derisa ta zbulosh kush ja vlen më kon shok i ngushtë, kush nuk ja vlen. Domethënë i matur në vendimarrje. Kemë marrë vendim se çeta 3 kanë më konë që kanë në nejt mas shumë të gjatë shkollës mesme. Jo. Këta kemi pas mas e kemi nu mirë, e ki pjek mirë, nuk jenë ngutë edhe domethënën e jekonën e kujdesshëm. Realisht shembujt janë të shumt. Nuk ka të bëjë ndoshta alhamdulillah nivelin e keni të mirë për mos më zbërthy domethënë pa nevojë. Mirë po, thelbi ka të bëjë që kjo vlerë. Thelbi ka të bëjë që kjo është vlerë dhe Allah na e ka porosit neve këtë vlerë. Sikur se thot Allah subhana, ja ju ledhina amenu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ai që keni besu, nëse ju vjen një njeri i keq, një njeri i pandershëm, ju sjell një lajm, thot vërtetojeni. Vend dikush atë ka thonë që filani ka fol keq për ty. Ose vend dikush edhe thot janë një 3-4 vjet shumë kanë ide me ta bëna i komplot në kurrë të kështu me radhë. Mos shpërthe shpejt, apo matë një herë mirë, vërtetoja a mundot më kanë, ndoshta është fjalë zmadhume, ndoshta dikush e ka rrit më shumë se sa është muhabeti, apo? Ose domethënë shembuj të shumë. Sigurisht këto cilësi Allah subhanahu wa taala i do, sikur që ka ardhur me një hadith që shënon Imam Muslimi prej Ibn Abbasit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një sahabiut që e ka pasur min Ashaj, i ka thënë inna fika khoslatani yuhibbuhum Allahu al-hilm wal-ana. Do ti ke dy cilësi, të cilat Allahu i do. Ka thonë këtij sahabiut, ti ke dy cilësi, Allahu i do. Domthon, shumë është e rëndësishme për shembull fjala bia, edhe pse shumë më lart on Allah subhanahu wa taala, nuk kena do të detyrimisht të nxjerr paralele, por për shembull për ditëshmëri, ti e di se me bëj çka gjest, goxha shumë e fiton pëlqimin edhe admirimin e prindve për shembull, apo? Edhe më farfon me ty të shtohet vëmendja për me pas çat cilësi. Shembull, fjala bia për shembull prindi jot e do shumë disiplinën, respektimin e orarit, respektimin e terminit e kështu. Edhe ti e sforcon këtë vlerë që e di që prindët tu e dojnë shumë këtë cilësi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë këtij, Allahu i do dy cilësi, ti ki. Alhamdulillah që i ki. Cila është? Thot maturia edhe mosngutia. Maturia edhe mosngutia. Domthonë je i përmbajtur, nuk ngutesh, po edhe je domethënën shumë i matur. Sikur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith që shon Abu Davudi prej Sa'd ibn Waqqasit ka thënë që mosngutia është e kërkuar në gjithçka. Gjithçka është mirë mos mungut. Gjithçka është mirë me minutë 2 herë, që është Omeri më thënë. Gjithçka është mirë me mat 7 herë, apo? Që thonë tani mat 7 herë prej një herë, apo? Domthonë mat 7 herë, sigurohet që është ajo. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mosngutia është e kërkuar ose e lavdruar në gjithçka illa fi amali al-akhirah. Përveç për punë të ahiretit. Nuk do të më menu 2 herë, mos më fal, mos më fal. Nuk do të më menu, domthonë me lënë namazin deri në momentin e fundit. Jo, këtu do të më gut. Do të më gut me krye obligimin. Do të ngut me krye detyrën. Ndërkohë për punët e dynjas është domethënë parimisht e kërkuar që mos më ngut, sigurisht e shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi për Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë leysa shadidu bi sur'a, inma shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. Nuk është i fortë ai i cili është i fortë në mundje. I fortë është ai i cili domethënë e nal hidhnimin e vet, domethënë nuk gutet kur dikush ia plas domethënë hidhnimin edhe nervozën, e ma veten. Është domethënë i vet për mbajtur. Kështu që këto janë vlera, për arsye Imam Maliku thotë që të partë tonë, gjenatat e hershme kanë thonë që maturia është prej Zotit, kurse ngutia është prej shejtanit. Domethënë, sa herë që ti e dën një ndjenjë që je i matur, je i kujdesshëm, je i pjekur, nuk je i ngutshëm, dije se Allah po kujdeset shumë mirë për ty. Edhe kur të hub maturia, të hub që kjo atë cilësi, atëherë bie që je është duke të sundu, domethënë shejtani. Për arsye Abu Uthman al-Haddadi ka thonë kush nuk është i ngutshëm dhe është i matur, ja qëllon më shumë se një njeri shumë i mençur. Pa lezon një herë dikush më shpjegoj. Kush është shumë i matur, edhe është shumë që ka këtë cilësi që nuk gutet. Kam ja qëllu më shumë se një njeri që është shumë i mençur. A është qartë? Hajde Hamza, çka kupton? Ndoshta se njëri më shumë që i thotë për shkakun vetë se një më shumë atë menin e parë që ka fillu në çato ngullet. E dikush tjetër që ndoshta më nën 2 herë, herën e parë ndoshta më nën se i mençuri, herën e dytë ndoshta sigurohet. Domethënë mos më konën baza e matjes mendje. Po më konën ai frymëzimi që Allah subhanahu wa taala. Domethënë ky më pa gabon. Ky i cili është i matur,
më pak gabon. Kështu që Islami na mëson përgjithësi me pas këtë cilësi që mos me u gut. Imam Buhariu dhe Muslimi shënojnë për Abu Qatadës që një herë janë konë të folë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe mos i ka dhënë selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka po që do sahabë janë konë si të zanëm frym. Edhe ka thonë pse jeni kështu? Thonë na gut për me marrë me zanën, do të thonë farzin, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë mos u gutni kur vini në xhami, hajde të qetë. Do thonë edhe pse është ibadet apo u dashti para herë, do të thonë para se marr vakti mu pas bogati që më shku i qetë. Jo do të thonë me e thirr këtë si ide që ti po gutesh për me zon farzin. Apo nëse ti vërtet je i ngutshëm për me bëj vepra të mira atëherë, ose je duhet shpëtuar me bëj vepra të mira atëherë thjesht menoje domethënë që banu gati pak më herët, mirë po me pasën domethënë cilësinë e maturisë dhe mos ngutësisë, sikurse e shënojmë Buhariu Muslimi, për vërejë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, keni me marr përgjigje prej Allahut, për gjithçka që luteni keni me marr domethënë përgjigje prej Allahut subhanahu wa taala, përderisa nuk gutni. Përderisa nuk gutni. Çka bën kjo përderisa nuk gutni? Domethënë përderisa e prit përgjigjen, inshallah kemi marr përgjigjen. Nëse thu, sikur që ka në hadith, nëse dikush thotë, jam lut pa Allahu s'po më përgjigjet. Jam lut pa Allahu s'po më përgjigjet, edhe sigurisht të ngut përgjigjen. Është të ngut përgjigjen, pastaj Allahu nuk i përgjigjet. Kështu që një duhet të mëkon të motor, edhe mëkon vetë për mbajtun. Kur ki hidhnem, kur ki nervoz, mos me nxjerr, domethënë në hidhnimi dhe nervoza pe maturis, po edhe kur ki domethënë dëshira dhe lakmi mos me nxjerr prej maturis, po edhe kur ki do ndoshta doni paragjykim, ndaj dikujt mos me dal nga kjo vlerë. Për mëkoni motor duhet me pas sabër. Mëkoni motor duhet mëkoni durushëm. Domethënë me duru për mos me thon fjalë të këqija. Thjesht vesh me nol vetëm, mos me thoni fjalë të keqe. Me duru për mos me u përlesh me të tjerë, po edhe me duru mos me u shokët. Se ndoshta ndonjëherë ka ndonjë keq kuptim, thjesht vesh dosh pak me sabër se nuk ke nevojë me hub çat respekt, çat shoqni, çat domethënë më vetë mirë për shembull, shkaku i ngotis, kështu që lypet edhe sabër. Por me qenë i motor duhet edhe larg pamësi. Sigurisht që ka përmendur Allah subhanahu wa taala në Kur'an ku thotë kur dikush ta thotë ty një fjalë të keqe, ti thotë ktheja me të mirë. Se ndoshta ai është armiku yt nesër bëhet shokjot. Shebe kjo vetë që nëse je i motor, zgutesh, edhe ai shka kundër teje ka më bë me ty. A kur je i ngutshëm edhe shokin tanë hub. Kur je i ngutshëm, ndoshta edhe njerëzit më dashur dhe më të shtrenjtë, domethënë tu i hub. Sigurisht për me qenë i motor duhet edhe me gëlltit hidhnimin, sikurse ka lëvdu Allah subhanahu wa taala wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin, dhe ata të cilët e gëlltisin hidhnimin dhe falin njerëzit dhe Allahu i do njerëzit që ka bojnë domethënë mirë. Është e rëndësishme një dobi, edhe po e përmbyllim me shembulltyrën, kjo pjesa e të qenit i motor është shkollë, nuk janë këtë njerëzit njëjtë. Nuk janë këtë njëjtë. Po cila shkolla e parë për mëkon i motor është dituria. Domethënë ti dush mëkon i pjekur me dije se sa e vlefshme është, me di se sa rezultat mirë ka në jetë. E dyta është vërtetimi, me vërtetu ti si vlerë në vetveten edhe si perceptim. Në vlerë në vete edhe në perceptim. Domethënë që mëkon gjithë, për shembull, të vënë informat më vërtetu, mos më gut, ose të vënë llaf, çfarë dashte më thon, mos e patë këtë qëllim, ose dashte këtë më thon. Ose pastaj shkolla e tretë është vendosmëria. Vendosmëria, domethënë mëkoni vendos ti mos më dal prej maturisë. Pastaj është shfaqja e durimit. Donjëherë duhet më shfaq edhe pse nuk e do duru. Kadar tani shkon te shkolla tjetër që është e durimit, edhe pastaj është pajtimi, edhe fundit është heshtja. Shumë, domethënë në situata që ti duhet të ndërgoj motor, rregullohen vetëm me heshtje. Domethënë nuk gutesh, hesht, pastaj qartësohet një çështje që ka pas me të hidhnu, edhe pastaj domethënë ti vazhdon në vlerën tënde. Të shembulltyra, merrni si rregull. Kush është i motor i sundon njerëz. Kush është i motor, nuk është i ngutshëm, i sundon njerëz. Kush është i ngutshëm, tjerët e sundojnë atë. Për arsye, na kur folmi për këtë vlerë, i sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që më shumë ti ka pasur kon Muavija radhiyallahu anhu. Muavija u kon shumë i urtë. U kon shumë i përmbajtur. Edhe pse u kon mbret, u kon sundimtar. Pse do të më mona shembulltyr Muavijën këtë rast? Se dikush ndoshta është i motor, po është i pafuqishëm. Edhe thuaj ti s'ki çore pa u kon i motor, apo? S'ki tjetër zgjedhje. Jo, ky u kon mbret edhe u kon i motor. U kon mbret i muslimanëve, u kon mbreti më i fuqishëm i muslimanëve, u kon sundimtar, u kon halife, edhe u kon domethënë shumë i motor, sikurse e ka përmend Muavija vet ka thonë, njeri nuk mund të më mrrin urtësinë, mendjen, pa u kon maturia e tij më e madhe se ignoranca. Nëse ty herë je i motor, herë ignorant, nuk je njeri i madh. Do të më dominu maturia.
Sikur se thot, përmbajtja e njerit do të jetë më e madhe se sa domethënë dëshirat e tij. Jo më shku ti ka çojnë qefet e tua dhe dëshirat e tua, po më konën i përmbajtur, thotë dhe këtë nuk e arrin askush përveç se thot me forcën e durimit edhe të urësisë. Qabisa ibn Jabir thot kështu, thot komunit shumë me Muawiyen radhiyallahu anhu. Thot mirë, po nuk kom pa njëri çash urë, çash përmbajtur, çash durimtar. Çash domethënë jo i ngutshëm. Sa, për shembull, kanë ardhur disa shembuj, dy po i përmeni. Ka ardhur dikush për shembull edhe i ka thonë Muawiyes radhiyallahu anhu, u sjell kështu me një sjellje të keqe. U sjell me një sjellje të keqe, domethënë tu e mos e trajtu si mbret. Tu e mos e trajtu si mbret. Edhe ka thonë Muawiyes radhiyallahu anhu, pasha Allahun, thot, o do të sillesh drejt me neve, o na kena me drejtu ty. Të komunikim që nuk përshtatet me fol me një sundimtar. E pastaj Muawiya radhiyallahu anhu i thot, e me çka kimu drejtu? Thot me shkop. Thot atëherë po drejtona. Ose dikush tjetër ka ardhur, edhe ka fol fjalë tashpra, edhe ka thonë Muawiyes radhiyallahu anhu, pse nuk pendoshkon? Ka thonë, më vjen turp që durimi jam të jetë më i vogël se gabimi i dikujt nga populli jam. Ky e ka gabimin shumë, ma unë e kam maturin shumë më të madhe. Elusallahu subhanahu wa taala më dha maturi. Sallallahu alaihi wa sallam.